Përmes fotografive të viktimave të dhunës seksuale dhe familjarëve të tyre, ekspozita Sy më sy sjell përjetimet e dhimbshme që për vite me radhë ata bashkë me familjen kaluan situata të vështira me frikën e stigmatizimit për të vërtetën e tyre. Vanesa Sulejmani, e cila është vajza e njërës nga gratë që gjatë luftës përjetoi dhunë seksuale, e rrëfeu një pjesë të atyre përjetimeve. Tani si një fëmijë që e ka shndruar dhimbjen, traumën dhe vuajtjen e tij në diçka që nuk është më e heshtur, nuk është më e thyer, por që dëshiron të dëgjohet. Të jesh dikush që nuk fshihet nga vetë kujtimi që dikur e theu, por të shihet pavarësisht nga stigma shoqërore dhe kulturore që jemi këtu, dhe madje edhe jashtë kësaj bote. Pjesave të syrit të kësaj ekspozite na arrim të tregojmë dhimbjen që e shohim të të vjetorit të dhunës seksuale. Arrim ta shohim edhe forcën, frikën, por edhe guximin. Nga njerë arrim ta shohim edhe humbjen, edhe këtu desha t'i rikujtoj me dhjetra viktima të cilët e kanë mbjetuar të krimë, por fatkesisht nuk janë më në mesin tonë. Ndërsa ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se personat që përjetuan në dhunë seksuale gjatë luftës janë pjesë e historisë së shtetësisë së Kosovës, e autorët e saj drejtësia ndërkombëtare duhet t'i dënojë. Duhet të folur edhe për stigmën. Për shumë të vjetuara dhe të vjetuar, stigma ka qenë pjesë e rëndë e viteve të pas luftës. Ajo ka jetuar në turpin që është vënd padrejtësisht mbi supe. Një shoqëri që do drejtësi për personat e dënuar gjatë luftës, duhet së pari t'i mësoj, t'i shoh me respekt dhe mirënjohje për forcën me cilën kanë vazhduar jetën. Kjo ekspozitë është e hapur në objektin e komunës së Prishtinës dhe është mbështetur nga ambasada e Britanisë dhe ajo e Gjermanisë. Ndrojmë temë të